Mirëmëngjesi të gjithëve, motra, vëllezër, të dashurit tanë, rinia në mënyrë të veçantë, mirëmëngjesi. Falenderojmë Zotin. E djela e Zotit ton, më pëlqen mënyra që Perëndia ka veçuar në jetën ton, akoma dhe shteti e ka kuptuar dhe na lë pushim. Ata që duan dhe munden të rrinë pushim, se ca tjerë nuk u lejohet, nuk rrinë. E falenderojmë Zotin vetëse. Sot është dita kur në mbar rruzullin dëgjohet fjala e Zotit. Sot shpallet emri i tij në këtë mënyrë kështu masive, në gjithë rruzullin, njerëzit janë mbledhur kështu si ne sot. Kanë gjetur kishën e tyre, atje ku zemra e tyre është ngrohur, atje ku zemra e tyre ndërtohet, atje ku bekojnë dhe bekohen, janë mbledhur të gjithë së bashku rreth fjalës së Zotit. Dhe ashtu sikurse gjithmonë u them, është që fjala e Perëndisë të dëgjohet dhe fryma e shenjtë jetë mësuesi. Në mënyrë që gjithë njerëzit të kuptojnë, gjithë njerëzit të mësojnë. Përpara se të parashtroj me lutje gjithçka që do themi sot, dua t'ju fus pak në klimën e temës që kemi për të ndarë së bashku. Do të bëj diçka që ne si shqiptar nuk e kemi shumë mirë në mendjen tonë. Faktikisht ndihem shumë mirë sepse nuk po i flas një popullit që nuk ja di zakonet, nuk ja di historinë. Jemi shumë moshatar të njëjtës moshë këtu që kemi kapur ndryshime sistemesh, kemi kapur një histori të kaluar që na paraprin dhe ja ku jemi sot. Sot do doja t'ju flisja për një rend që do ta emroja fillimisht si një rend fetar, një rend kishtar. Nuk jemi të mësuar me këto sepse ne për shembull nuk i ngjajmë popullit izraelit. Do t'ju flisja sot për rendin priftëror. Dhe e di që kështu në mendjen time, kur e fillova të mendoj dhe pyesja Zotin, Zot, çfarë do doje në këtë drejtim, si do doje ti prekje zemrat tona atij me një temë të tillë. Në fillim isha pak i heshtur dhe doja të dëgjoja Zotin. Por nuk e di si e keni ju në mendje. A do të ishte kjo një temë plotësisht e huaj dhe teologjike, apo një temë informative, thjesht të mësojmë, të shikojmë rendin priftëror brenda fjalës së Zotit? Shumë të nevojshme janë gjitha këto. Por do të mundet kjo temë të prekë zemrat tona, të vijë afër zemrave tona. Kjo do të ishte edhe lutja ime sot. Dhe do doja që të ulim kokat, të lutemi. Falenderojmë Zotin për gjithë ata të dashurit tanë që do na ndjekin aty nëpërmjet internetit. Do doja edhe ata ndërsa ne lutemi të njëjtën gjë propozoj edhe në internet, kush do na ndjek, të ul kokën dhe ai dhe të lutet e të kërkojmë zbulim nga fjala e Perëndisë, nga fryma e shenjtë. Ne jemi këtu Perëndi të thirrur prej Teje, jemi të ftuarit e Tu. Kjo është kisha jote, të mbledhur Zoti i dashur nga vende të ndryshme të Shqipërisë, dhe lutemi Zot që të mos jemi vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj në këtë kishë Perëndi i dashur. Lutemi Zot që Ti të mbledhësh popullin tënd. Populli yt Zot nuk ka kufi gjuhe dhe kufi njerëzor. Ne lutemi Perëndi i dashur që ndërsa Ti na solle këtu, Ti na bekove, na ngrite nga shtretri tan, të lodhur ndoshta shumë prej nesh, por ja ku jemi këtu, që të na çlodhësh me fjalën Tënde, që të na bekosh me frymën Tënde të shenjtë. Dhe ja ku jemi të hapur, Zot, hapim zemrat tona, lëshojmë lodhjen tonë në këmbët e Tua, lëshojmë mendjen tonë të ngarkuar me halle dhe me probleme dhe me psera dhe me shumë pengesa të tjera. Dorëzohemi përpara Teje, Zoti i dashur, duke ditur që djalli armiku i shpirtrave tanë është diku këtu jashtë, këtu përreth, dhe do që zemrat tona Ti rëndoj dhe mendjet tona Ti pengoj. Ne lutemi që fjala jote të depërtojë në zemrat tona. Çdo dobësi njerëzore të atij që flet, çdo gjë që ai smundet, ta bësh Ti, Zot. Të na flasësh, të na bekosh, të na kontrollosh sot, Zoti i dashur, por dhe të na ngresh, të na bekosh, të na inkurajosh, Perëndi, me fjalën Tënde. Ti di nevojat e kësaj tufe, Ti di nevojat, Zot, të gjithë njerëzve. Ne dorëzohemi tek Ty që të na flasësh sipas nevojave që kemi. Ta adhurojmë në këtë mëngjes, Ti dëgjove himnet tona dhe këngët tona, i ngrem për Ty, sepse je
adhurimi i shpirtit ton. Je Zoti ynë i gjallë që duam dhe për të cilin jetojmë. Në emër të Krishtit. Amin. Amin. Pra ashtu sikur se ju thash, tema jonë e sotme është rendi priftëror dhe konkretisht është një pjesë e marrë nga letra drejtuar hebrejve, shumë e njohur. Kjo letër besoj për gjithë ju dhe ju e kuptoni dhe ata që janë shumë të ambientuar me Biblën, do të kuptojnë që kjo letër i është drejtuar hebrejve. Çfarë do të thotë kjo? Po janë ata që ishin, ma lejoni shprehen, ishin ustallar në këto rendet priftërore. I dinin fare mirë sepse që nga foshnjëria e tyre me shumë vite, shumë shekuj mbrapa, ky rend priftëror pasoi nga brezi në brez. Unë sot do doja, jo t'ju flisja në përgjithësi për një rend priftëror, por për kryepriftin Krisht. Edhe këtë do doja të lexonim së bashku. Dhe do doja të më ndihmonit pak në këtë fazën e parë të takimit ton, mos keni merak internetin, gjithçka që do ju do thoni, unë do ta përcjell këtu në mikrofon që të dëgjohet. Por e janë fillimisht të lexojmë pak fjalën e Perëndis, për ju që keni Biblat, i keni përpara, hapeni tek Hebrejt kapitulli 4. Nga vargu 14 do të lexojmë i kapitullit 4 dhe do shkojmë deri tek vargu 6 i kapitullit 5. Është një pjesë që është e lidhur me njëra tjetrën. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkruar qiejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton. Sepse nuk kemi një kryeprift që nuk mund të vuaj bashkë me dobësitë tona, por që u tundua në të gjitha njësoj si ne, por pa mëkat. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohën e duhur. Sepse çdo kryeprift që merret prej njerëzve vihet për njerëzit, për gjërat që kanë të bëjnë me Perëndin, për të ofruar dhurata dhe flijime për mëkatet. Kështu ai mund të ketë dëmshuri për ata që janë të paditur dhe të gënjur, sepse dhe ai vet është i veshur me dobësi. Dhe për shkak të kësaj është i detyruar të ofrojë flijime për mëkatet, si për popullin, ashtu dhe për veten e tij. Dhe askush nuk e merr këtë nder prej vetes tij, por ai thirret nga Perëndia, njësoj si dhe Aroni. Kështu edhe Krishti nuk e përlëvdoi veten që të bëhet kryeprift, por ai që i tha, ti je biri im, sot më linde, dhe si thot edhe në një vend tjetër, ti je prift në përjetësi, sipas rendit të Melkisedekut. Kjo është fjala jonë nga do të marrim sot nga çmimet tona. Besoj se dëgjuam dhe ju rinia nuk e di, nëse doni mund ta hapni pak edhe në greqisht, kështu me një cep të syrit, të shikoni pak këto fjalë aty që na thot fjala e Zotit sot. E kuptoni pse e nisa disi kështu? E çfarë ne dim nga tradita jon për kryepriftërinë, për rendin priftëror? Unë mbaj mend të paktën në ato vitet 90 ku sapo sistemi kishte ndryshuar, kishte rënë ajo qizmja e hekurt e komunizmit, që shkelte mbi çdo besim dhe mbi çdo kish, kishin dalë disa pleq të cilët i dinte fshati, i dinte qyteti, ishin priftërinë e asaj kohe, avash u bashkuan kishave, u pastruan kishat ortodokse të paktën që unë atje në zonën tim kisha, u lanë muret se ishin të lyer me gëlqere dhe ishte stall. Ata kishin ngelur në këmbë, të tjerat ishin shembur. Ne kemi një histori mbrapa që për të cilën ndoshta edhe nuk kemi shumë krenar, jam i bindur për këtë. Nuk e di nëse gjithë Shqipëria ndan këto mendime me mua, por nuk kemi shumë krenar se ne si popull në ndërgjegje tona kemi lënë Perëndin jashtë, u rritëm pa Zot me disa shprehje të një gjysheje, të një komshie në fshehtësi. Ç'të dim ne për rendin priftëror? Por do doja ndihmën tuaj këtu, sepse koha ndryshoi. Tashmë po, hyri ka një rend priftëror
në kishat tona, në fen e krishtere, ortodokse, katolike, mund ta merrni këtu nga të gjitha anët. Nuk do kapemi këtu te gabimet që ndodhin ose te boshllëqet që ekzistojnë, por ju të gjithë, shumica që ju shikoj këtu përpara me, ju keni lexuar dhe Biblën. Ju dini domethënë tashmë se kur fjala e Perëndis thot për Krishtin që ishte sipas rendit të Aaronit, ju mendja më njëherë ju shkon tek kryeprifti i parë apo jo? Kush ishte? Përveç tjetër ishte Aaroni, pra, i zgjedhur nga Perëndia. Dhe unë doja të më ndihmoni pak, edhe të më thoshit me një fjalë, me një fjali të shkurtër, cili mendoni se është roli i kryepriftit? Dhe u alash të hapur në mënyrë që të mos kapeni vetëm tek Bibla, se dikush këtu mbase nuk e ka lexuar rendin priftëror dhe mënyrën që Bibla e tregon rendin priftëror në Bibël. Unë ta dini domethënë nga përvoja juaj përreth, ato që shikoni, që ju zën syt dhe kuptoni nga jeta. Cili është roli i kryepriftit mendoni? Apo i priftit në përgjithësi, që të mos pengoheni, sepse është i njëjti rol. Zbatimi i fjalës së Zotit. Unë do them që dëgjohet në internet. Të tjerë të përfaqësohet dhe të vlerësohet për kohën para Perëndisë dhe për shtyrjen e mëkatit. Pra është kjo fjala kyçe këtu, që do doja ta mbanit në mendjen tuaj, edhe nëse se keni dëgjuar herë tjetër, ndërmjetësim. Ai ishte në mes Perëndisë dhe popullit. Dhe që ta bëjmë pak më të shkoqitur, çfarë do të thotë kjo? Që merrte fjalën e Perëndisë, ligjin e Zotit, që ndoshta në veshët e popullit nuk dëgjohej, nuk kuptohej, dhe ja bënte popullit e ndihmon ta kuptonte. Dhe ja kujtonte gjithashtu, apo jo, jemi dakord Zamir me këtë? Pra ai ja kujtonte ligjin, sepse ndoshta populli në rrëmujën e jetës, në shtigjet e jetës tij gabonte, e mendonte, e komentonte vetë, ai ja kujtonte fjalën. Ishte roli i priftit ky. Dhe gjithashtu kur vinte njeriu me dobësitë e tij, me mëkatet e tij përpara, e lexuam edhe tek pjesa jon. Ai ishte pikërisht prifti ishte që merrte njeriu mëkatar, e bashkonte me një flijim, me një dele, me një flijim, i vinte dorën lart mbi kokën e kafshës dhe flijonte në mënyrë që njeriu të ikte nga tempulli, të ikte nga prezenca e priftit i çliruar. Pra ai bënte ndërmjetësimin edhe tek flijimi. Kishte mënyrën e treguar nga Perëndia që ta pajtonte njeriu me Perëndin. Pra ishte nga të dy anët, dhe Perëndia tek njeriu dhe njeriu tek Perëndia. Tjetër, mund mendoni diçka tjetër, cili ishte roli i kryepriftit ose i priftërimve? Flijimet, po, ishte brenda procesit. Tjetër. Ju shkon diku tjetër mendja? Atëherë, ka dhe gjëra të tjera të cilat jam i bindur, prandaj nuk ju vjen në mendje, sepse ka ndikur nga fokusimi. Edhe ju e dini që ne diku këtu te këto që tham do ngelemi, sepse roli i Krishtit ka të bëjë me gjitha këto që tham. Por mendojeni pak se një prift ishte dhe gjykatës. Populli vinte përpara priftërimit dhe kërkonte të drejtën e tij. Nuk e di, nuk shikoi, nuk kuptoi. Si është mëkat ky, nuk është mëkat ky, duhet ta bëj këtë, s'duhet ta bëj këtë, dhe priftërinë mblidheshin. Mua më ka bërë shumë përshtypje se Krishti kur shëroi një lebroz, çfarë i tha? I tha jo, nuk do shkosh, as në shtëpinë tënde nuk do shkosh, as me mua nuk do vish, do shkosh ku? Te priftërinjt, sepse priftërinjt do të gjykonin nëse ky ishte vërtet i shëruar apo jo. Ishin dhe, do thoshim, kontrolluesit e shëndetit në atë kohë, por nuk flasim vetëm për shëndetin aje me grykët i sëmur apo jo, por shëndetin që e bënte njeriu të papastër, të papranueshëm brenda komunitetit, sepse ju e mbani mend si lebra, por dhe të tjera sëmundje ose ndotje të tjera e bënin njeriu të pa aft t'i bashkojë grupit, trupit, popullit dhe e linin jashtë. Pra këtë e bënte shpeshherë e bënin priftërinë. Ata ishin dhe ruajtës të ligjit. Disi e përmenda këtë. Pra, ata dinin cila ishte e sakta, ose më saktë duhet të dinin cila ishte e sakta. Sigurisht këto janë keq trajtuar në kohën e sotme. Kam dëgjuar dhe Zoti të na ruaj nga këto gjëra, se populli nuk mund të kuptojë dot fjalën e Perëndisë, vetëm prifti e di fjalën e Zotit.
Këtu ne themi të na ruaj Zoti, sepse askund në Bibël nuk përmendet kjo dobësi dhe ne duhet ta pranojmë. Fjala e Perëndisë është e dhënë për të gjithë njerëzit. Të gjithë mund të kuptojnë, të gjithë mund ta ruajnë në zemrën e tyre dhe të kujdesen për këtë fjalë. Por në kohët e lashta, njerëzit nuk ishin të lexonin, nuk dinin ligjin. Njerëzit ishin të prirë në dëshirat e tyre dhe në epshet e tyre, sigurisht edhe sot. Por shkonin dhe atje prifti dinte cili ishte ligji, cili ishte fjala e Perëndisë. Gjithashtu dhe diçka akoma që më intereson dhe dua dhe ju ta shikoni. Dhe duhet ta shikoni ju të gjithë kisha, të gjithë besimtarët si priftërinë e dhjatës së re. Ju mbani mend se tek Pietri na thotë se çfarë jemi, ne jemi një brez mbretëror dhe priftëror. Të gjithë ne. Kur më pyesin ndonjëherë ti je prift, i them po. Sigurisht që jam prift, sepse Perëndia më ka bërë të tillë. Pra si priftërin që jemi, duhet të dimë se ne jemi masa e moralit dhe e pastërtisë në këtë botë. E kuptoni çfarë do të thotë kjo? Që ata atëherë priftërin nuk llogaritej dot dhe Perëndia kishte ndërhyrë me mënyra shumë të ashpra kur priftërin gabonin. Mbani mend dy djemtë e Eliseut se si nuk e vazhduan dot te Elias, jo te Eliseut, që nuk e vazhduan dot brezin e tyre që të shkonte nga Ati te Biri. Pse? Sepse nuk silleshin mirë përpara Perëndisë dhe ishin të pamoralshëm përpara Zotit dhe Perëndia i hoqi nga mesi. Edhe sot në priftërinë e sotme, në moralin ton të sotëm, priftërinët janë ata të cilët do duhet të jenë masa e moralit. Nëse dikush do donte të kuptonte sa i moralshëm duhet të jetë dikush, duhet të jetë sy tek ne. E kuptoni këtë? Nuk ju duket e huaj, apo jo? Por sigurisht këto ishin një hyrje. Ne sot do të flasim, jo thjesht për një prift, të shikojmë jetën, mënyrën, veprimtarinë e tij, frytshmërinë e veprës së tij, por do flasim për një konkret. E do të flasim për kryepriftin Krisht. Kjo trondit gjithçka, kjo vë bazat në mënyrën tonë të menduarit, edhe personale, edhe shikoni se si. Ky Krisht u dërgua nga Perëndia. Ne e dim të gjithë bota e di që Krishti erdhi nga Perëndia, dhe ata që nuk besojnë e din, tjetër gjë nëse e pranojnë apo jo. Se Krishti erdhi nga Perëndia, nuk doli dikush, një person i guximshëm midis popullit që tha tani do vendosun një rregull të ri. Erdhi nga Perëndia. Ne e dim se erdhi si shpëtimtar, erdhi të na zbulojë atin. Sot Perëndia e solli në këtë mënyrë në jetën tonë dhe në veshët tanë, ta shikojmë si kryeprift të dërguar nga Perëndia. E keni menduar ndonjëherë pse? E keni menduar ndonjëherë pse Perëndia e dërgoi ai Krishtin si kryeprift? Është shumë inkurajuese nëse do të mundin ta mendoni dhe ta arrini në një përfundim. Unë në një përfundim të bukur arrita. Unë kuptova me këtë vepër që për shkakun e mëkatit ton, për shkakun e çoroditjes ton morale dhe frymore, Perëndia nuk donte ta linte veten e tij jashtë zgjidhjes. Dhe Perëndia vet krijoi këtë sistem, këtë mekanizëm, këto granazhe që shpeshherë i përdor, që njeriu të mund të gjejë përsëri rendin e tij frymor me Perëndinë. Dhe nuk dërgoi një kryeprift si gjithmonë. Shumë kryepriftërin kanë kaluar nga historia e popullit izraelit. Fare mirë, ne mund të ishim judenj sot, apo jo? Pra, feja izraelite, feja judenjve, të ishte përhapur në gjithë botën, dhe siç është bërë feja ortodokse dhe feja katolike dhe të tjera që marrin burimin nga Bibla, ne sot të ishim judenj, apo jo? Të ishim të kishim këtë fe në jetën tonë, ne nuk jemi judenj. Ne jemi të krishterë. Kryeprifti ynë erdhi nga Perëndia, erdhi i dërguar nga Perëndia që të vendosi rendin brenda zemrave tona, të filloj të vendosi pikat mbi i në jetën tonë. Dhe ne, si njerëz frymor që jemi këtu, shpeshherë themi, kjo është e saktë, kjo është frymore, e do Zoti këtë, ku shkojmë që ta mësojmë këtë? I referohemi atij të cilit këtu thotë,
një kryeprift i madh ka përshkruar qiejt. Ky është Jezusi, është Krishti, është Zoti ynë. Ky është biri i Perëndis. Ky erdhi të vendos rregull në zemrën time të shkatëruar. Kur besimi vjen në jetën tonë, është e bukur kjo. Ne duam të dim kufit, duam të dim rregullat, duam të dim si, deri ku arri, kush është e lejueshme, kush nuk është e lejueshme. Dhe ju e dini bashkë me mua se nuk ekziston një listë. Nëse e keni atë listën, ma tregoni dhe mua. Nuk ekziston një listë me gjërat e mira dhe gjërat e këqija. Nuk janë të përshkruara të gjitha me emër, cilat janë ato që lejohen dhe cilat janë ato që ndalohen, por ti i drejtohesh Krishtit. Atëherë kur zemra jote të ngacmon, atëherë kur fryma e shenjtë të flet dhe thot, këtë ti nuk mund ta bësh dot. Edhe ti fillon dhe bën dialog me veten tënde dhe thot, po këtë e bëjnë të gjithë. E bëjnë dhe besimtarë, kam parë. Dhe fryma të vazhdon dhe të kontrollon dhe thot, këtë ti nuk mund ta bësh dot. Kjo nuk është brenda vullnetit të Perëndisë. Ti drejtohesh Krishtit pikërisht për këtë arsye, Zot, ti çfarë thua? Akoma dhe në qoftë se ke bërë në jetën tënde dhe ke trokitur derën e një motre, një vllai tjetër për të pyetur, ti si thua për këtë? Edhe ai të njëjtën gjë bëri. Zot, ti çfarë thua për këtë? Vjen Krishti, atë që Perëndia e dërgoi, kryeprifti i madh dhe ofron një zgjidhje të përhershme. Shikoni çfarë thot te kapitulli 7 i të njëjtës letër, 22 dhe 24. Shikoni, thot fjala e Perëndisë, kështu Jezusi u bë dorëzan i një beslidhje shumë të mirë. Dhe ata qenë bërë priftërinj në një numër të madh. Pse? Sepse vdekja nuk i lindet të mbeteshin për gjithnjë. Kishte shumë priftërinj. Kishte shumë njerëz të cilët ndërmjetësonin me të njëjtën mënyrë që Perëndia dërgoi Krishtin të ndërmjetësonte, ta sillte në mes të njeriut dhe të Perëndisë. E solli Krishtin, birin e tij, për të qenë për gjithnjë, sepse ata që shkonin dhe bëheshin priftërinj, ata mundoheshin nga vdekja, largoheshin nga kjo jetë. Kurse Krishti, ai pra, mbasi mbetet për jetë, ka priftëri të patjetërsueshme. Mënyra që Krishti ndërmjetëson është e patjetërsueshme, prandaj dhe ai mund të shpëtojë plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë ai rron që të ndërmjetësojë për ta. Për të tillë prift dhe kryeprift jemi duke folur sot. Për Krishtin i cili e bëri një herë për gjithmonë, ai kryq që u ngrit në Golgotë. Ishte pikërisht mënyra që ti dhe unë të bashkohemi për gjithmonë me Perëndin. Për mëkatet tona, ai gjeti zgjidhje dhe ishte pikërisht zgjidhja që ne kemi nevojë. Ne nuk kemi nevojë sot dhe njeriu nuk ishte nevojë për një çlirim të përkohshëm që ofronin delet dhe dhënët dhe demat, sa miliona dema dhe miliona dhënë janë therrur dhe njeriu nuk mundi dot të çlirohej prej mëkatit. Por Krishti erdhi në jetën tonë dhe plotsoi këtë nevojë të njeriut, plotësisht të mund t'i shpëtojë njerëzit, sepse ne thot, një kryeprift të tillë na duhej, i shenjtë, i pa faj, i pa përlyer, i ndar nga mëkatarët dhe i bër më i lartë se qiejt. Ai nuk ka nevojë çdo ditë si ata kryepriftërinj të ofrojë flijime më parë për mëkatet e veta dhe pastaj për ato të popullit, sepse këtë e bëri një herë për gjithmonë kur ofroi vetveten, sepse ligji vë kryepriftërinj njerëz që kanë dobësi, por fjala e betimit që erdhi pas ligjit vë birin që është i përkryer për jetë. Kjo është zgjidhja që Perëndia propozoi. Nuk e di çfarë di ti dhe çfarë di deri në këtë moment për kryepriftërinjt dhe për priftërinjt. Unë sot, sipas fjalës që Perëndia më dha, po të shpall mënyrën që Krishti erdhi dhe dha në tokë një herë për gjithmonë, faljen e mëkateve, pajtimin me Perëndin. Pik referimi në moral. Nuk do merremi më të gjejmë më të moralshëm midis nesh. Do t'i referohemi
Krishtit, sepse ishte mënyra që Perëndia dërgoi të mund të zgjidhet çështja e mëkateve tona. Shikoni vetë se nuk ju thash asgjë të re. Të gjitha këto ju i dinit, ju shpresoni, ju mbështeteni në pikërisht në besnikërinë e Zotit në atë kryq të Golgotës, sepse atje lavdi Perëndis mëkatet tona u falën dhe atje lavdi Perëndis ne u pajtuam me Atin. Ne ishim larg Këtij për shkak të mëkateve tona. Dhe shikoni, vjen Perëndia dhe thot: në ligj dhe kudo, ai që është kryeprift apo prift, është ai pikërisht që zgjidhet prej jush, prej njerëzve. Dhe ai zgjidhet prej njerëzve dhe del përpara dhe ai është i mbushur me dobësi. A e dini këtë? Nuk i shmanget dot dikush mishit, tendencës së mëkatit për poshtë, që do të mbaj, do ta shtyjë njeriu për poshtë. Dhe kjo është arsyeja, thot, që kryepriftërinjt, kur hynin tek të shenjtat e të shenjtëve, do duhet në fillim të flijonin për veten e tyre. Nëse nuk e bënin këtë, ata do të vdisnin. Nëse do të guxonin të hynin me dobësitë e tyre atje brenda, me mënyrën e tyre të kuptuarit të gjërave, ata do të vdisnin aty brenda, tek të shenjtat e të shenjtëve, në prezencën e Zotit, sepse nuk do të mund dot të jetonin. Sipas dobësive të tyre, ata flijonin në fillim për veten e tyre dhe pastaj për popullin, për mëkatet e popullit. Kjo ishte një shenjë që të kuptonim se, shiko, është një rend fetar ky? Jo, nuk është ky një rend fetar. Kjo është nevoja që Perëndia përpiqej të mbulonte. Zgjidhej një njeri për nevojat e njerëzve. Një njeri me dobësi sigurisht, por për nevojat e njerëzve. Nuk e vini kryepriftin të tunte zinxhirin, as nuk e vinte kryepriftin të kishte më së fundi dikush një prifte ta shikonte me sy. Jo, e vinin të zgjidhte nevojat e popullit. Perëndia dërgoi tani për ty dhe për mua kryepriftin Krisht, përsëri për të njëjtën arsye, për ty dhe për mua. Jo për një fe, jo për një rend fetar, jo që më së fundi e pam dhe kryetarin e fesë krishtere, jo. Erdhi Krishti për ty dhe për mua. I vu do pak veshin kësaj që lexuam? Është e mbushur me emrin Bledi. Nuk e di nëse pe dhe emrin tënd, unë të timin e pash, sepse thot ky kryeprift që vendosej nga njerëzit për njerëzit, do të mund, thot, të ndjej simpati, nuk është fjala e dur, ta ndjej njeriu në dobësitë e tij. Dhe unë pash emrin tim nga poshtë. Vjen Perëndia nga lart, Zoti krijuesi, dhe merret poshtë, krahasohet me kryepriftin, thot, ai kryeprift, nga që ai vetë ndohet, ai tregon simpati, tregon dobësi, ndjeshmëri tek dobësitë e tua. Do më thënë unë, Zot, ti e di që i pas kam këto dobësi? Perëndia i di dobësitë e tua. Nëse do guxoje të mbyllje sy tani, edhe të thoshe, Zot, cilat janë dobësitë e mia? Po jo t'ia them unë, ta pyesësh Zotin. Cilat janë ato dobësi që më mbajnë larg teje? Me cilën mënyrë djalli më vështirëson, më tret, më sfilit, që të mos vite këty, edhe ti të mund të më ngresh. Sepse ti erdhe kryeprift prej qiellit, bir Perëndie, që të më ngresh prej mëkatit, prej dobësisë. Ku jam? Ku kam ngecur? Dhe ai thot, të ndohej, edhe mund të kupton të ata që të ndoheshin. Edhe Krishti mund ta bëj këtë. Prandaj jetoj midis nesh si foshnje. Prandaj jetoj midis nesh që të mund të kuptoj ty. Nuk do kesh dot mundësinë thuash ti, Zot, ti s'më kupton dot mua. E ke bërë ndonjëherë me Zotin këtë? Të ka dalë dot kjo nga goja? Ti, Zot, ti s'më kupton dot. Ti ke të gjitha në rregull, ti je Zot, prandaj nuk do të mundesh dot ti ja thuash të. Por jo që ta akuzohesh,
Dua të ndihesh mirë sot në këto që themi. Jo të ndihesh mirë, ta shfrytëzosh për mirë. Ai të njeh ty. Ai ndjen dhimbshurinë e dobësisë tënde. Nuk bashkohet me mëkatin. Nuk bie kur dakord me mëkatin. Sepse ai vetë të ndua në të gjitha dhe nuk mëkatoi. Por ai do të mund të ndjej ty në dobësinë tënde, në rënien tënde. Ai njeh mëkatet e tua. Ai njeh dhe tundimet e tua. Njeh betejat që ti bën për ditë. Të lutem, të bëjmë një përpjekje sot të mos i fshihemi Zotit. Nuk jam këtu për të bërë një kryengritje, një fjalë që nuk e ke dëgjuar kurrë në jetën tënde. Mua e kuptoj që Perëndia më flet kur më ripërtërin kujtesën, sepse harroj, sepse lëshohem, sepse qëndroj mbrapa, ndërsa të tjerët ecin përpara. Kur Perëndia thot, ti mendon se je i pasur, ti mendon se je i veshur, ti mendon se sheh, ti mendon se nuk më ke nevojë. Por unë të shoh të zhveshur, unë të shoh të verbër, dhe unë të shoh të varfër. Ai nuk të lë aty. Ai ta tregon, ai vendos gishtin tek problemi. Ai tregon çdo të riu se cilat janë nevojat e moshës së tyre sot. Jo në këtë fjalë vetëm, sot, kudo, i di nevojat e tyre, i di mungesat e tyre, di mungesën tënde, di problemin tënd, vështirësinë tënde, boshllëkun e jetës tënde. Po ti e di? Në qoftë se e di, ai thot hajde tek mua. Hajde tek mua. Dhe unë do të vë kolir në sy, të shikosh, edhe unë do të jap veshje të fshehësh lakurisinë tënde dhe turpin tënd. Rënien tënde. Dikur u hoq gjethet e fikut dhe u dha veshje të fshinin lakurisinë e tyre. Sot me gjakun e tij mbulon çdo mëkat të tëndin. Ky kryeprift, ky që erdhi në vend të marrë lavdin dhe duartrokitjet, dhe në vend që t'u ngjaj kryepriftërinjve të asaj kohe me petkat e gjata, me zilka që lëviznin dhe gjerdan të varur dhe në gjoks atë gurin e madh me shumë ngjyra, me atë çallmën e tyre të madhe madhështore të ecnin rrugëve dhe njerëzit të mos guxonin dot i shikonin në sy. Ky kryeprift, Krisht, u zhvesh nga lavdia. Jo për të larë këmët e atyre që i donte, për të vdekur për ta. Për ty dhe për mua. Duke e ditur se kush je. Atëherë kur ishim ende në mëkatet tona, ai na deshin ne. Çfarë do të thotë kjo? Në qoftë se ti e kupton që je në mëkat, duhet gjithashtu të kuptosh se ai të do ty. Duhet të braktisësh mëkatin tënd. Ai e njeh, më poshtë thotë që ata që ishin të pa ditur dhe të gënjur shkonin te kryeprifti dhe ai ndihmonte ata. Ndihesh i tillë? I pa ditur? Se mos ndihesh i gënjur në ide, në filozofi, në rryma, në predikues interneti, se mos Perëndia është aty në internet? Perëndia është në fjalën e tij. Perëndia është në frymën e shenjtë, është brenda zemrës së çdo besimtari. Kryeprift në dobësitë tona, kryeprift hyjnor për të ardhur jetët tona, për t'i prekur zemrat tona. Edhe eja shiko si të ka prej dore ty dhe mua. Afrohu. Mos rri lart. I shikon të gjitha këto, thua një Zot i shenjtë, një kryeprift madhështor, pa mëkat, si të mund t'i afrohesh? Ku është roli im, ku është pozicioni im në këtë? Unë duhet të zhdukem, unë duhet të humbas me këtë mëkat, me këto dështime, me këto rënje, me këta akuzë që kam brenda zemrës time, i kthehem vetes time dhe i them ti je hiç. Si mund t'i afrohem unë ti Zot? Në të njëjtën pjesë
Atje ku ai shpall Krishtin kryeprift mbi gjithçka, bir Perëndie, i dërguar nga Zoti, ai të thotë se ishte zgjidhje për ty dhe për mua. Dhe ai thotë, afrohu fronit të hirit. Jo fronit me bubullima, jo fronit me shkreptima, jo fronit të shenjtërisë që ti do kesh frikë dhe ta mendosh. Afroju fronit të hirit të Perëndisë sot. Atje do gjesh mëshirë për të njëjtat arsye, për shkeljet e tua, për mëkatet e tua. Atje do të gjesh hir. Atje do të gjesh ndihmë në kohë nevoje. Mos është sot koha e nevojës? Se mos sot zemra është e mpakur dhe lufta është bërë e fortë dhe dyshimet në mendjen tënde, ti ndoshta dyshon akoma dhe dashurinë time për ty. Ti ndoshta dyshon akoma a ke vend në këtë bashkësi njerëzish, në këtë kish. A të mendojnë dhe ty, a luten për ty, a të duan dhe ty njësoj. Se mos djalli vjen dhe mbjell dyshime në kohë nevoje të gjesh hir. Sot, edhe një pjesë të fundit me të cilën dua ta mbyll. Ne flasim për një kryeprift të tillë, i dërguar nga Perëndia, zgjidhja më e përkryer, më e mundshme, nuk ka tjetër zgjidhje. Perëndia zgjodhi të heqi nga brëndësia e tij birin, e dërgoi në tokë, ne e këndojmë, e shpallim, e dërgoi të vdes në tokë. U bë flijim për ne në kryq, për të gjithë botën, për çdo që pranon se Krishti vdiq në vend të tij në kryq, Krishti vdiq në vend të tij në kryq, merr mëkatet e tij, e çliron, e pastron, e bën njeri të ri. Por gjithçka mbaron këtu? Lavdi Zotit jo! Sepse përpara nesh kemi përjetësinë. Përpara nesh kemi jetën e përjetshme. Dhe që të mos ta lexoj gjithë pjesën, lexojini dhe ju vetë kapitulli 9. Atje fjala e Perëndisë na flet për këtë beslidhje që Perëndia ka lidhur me njeriu. Atje fjala e Perëndisë na flet për këtë rend priftëror dhe na flet për ato ndasit. Më falni. Kishte ndasi, kishte gjëra të ndara, ishte vendi i popullit, hynin të gjithë atje, mëkatar, izraelit, nga kombe të tjera, por duke u afruar qendrës, ndryshonin situatat. Dhe fjala e Perëndisë te kapitulli 9 na thot, shikoni, duhet të kuptoni pak shenjat, për faktin se ekzistonte shenjtoria që ishte në mes dhe ndante të shenjtat e të shenjtëve, dhe të shenjtat e të shenjtëve ishin me perde, dhe nuk mund të futej dot gjithkush aty. Duhet të kuptoni se akoma gjërat nuk ishin bërë të përjetshme, akoma nuk ishte ikur mëkati nga mesi, akoma nuk ishte marrë njeriu zgjidhjen e përjetshme, deri në momentin që Krishti erdhi në jetën tënde, edhe në jetën time, dhe kjo ndryshoi përgjithmonë. Sepse në emër të Perëndisë, në emër të Krishtit, ne mund të kemi hyrje në të shenjtat e të shenjtëve, atje ku askush, as kryeprifti nuk mund të hynte dot pa gjak. Një herë në vit i lejoi të hynte. Do flijonte për veten e tij, do flijonte për mëkatet e popullit dhe do hynte. Edhe ashtu sikur e themi shpeshherë, i lidhur nga këmba me litar. Sepse mund të vdiste brenda për shkak të mëkatit të tij dhe askush nuk mund të hynte do ta merrte. Do ngele aty një vit. Sa të vinte viti tjetër. Nuk e di me cilën mënyrë e kuptuan këtë, unë nuk e kam parë ndonjëherë në Bibël të shkruhet si rregull, por kam përshtypjen se e kanë kapur me mënyrën e keqe. Nuk e di, nuk e kam këtë informacion. Si ju vajti mendja ta lidhin pekeme atë me litar. Në këtë prezencë të Perëndisë, ti dhe unë futemi me gjakun e Krishtit. Ky kryeprift nuk erdhi që të japë rregulla, të nxjerrë rregulla, të nxjerrë flijime të reja, e vuri veten e tij për delet e tij. Vdiq për delet e tij, vdiq për atufën e tij, si kryeprift, vdiq ai vet. Dhe shikoni çfarë thot. Krishti erdhi si kryeprift i të mirave që kanë për të ardhur, përmes tabernakullit më të madh e më të përkryer, që s'është bërë me dorë, do më thënë nuk është e kësaj krijese.
hyri një herë për gjithmonë në shenjtore, jo përmes gjakut të cjepëve të viçave, po përmes gjakut të vet, dhe fitoi një shpengim të përjetshëm, sepse në qoftë se gjaku i demave dhe i cjepëve dhe hiri një mëshkere i spërkatur mbi të ndoturin e shenjtëron duke e pastruar në mish, aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë të frymës së përjetshëm ia ofroi veten e tij të patëmet Perëndis, ai do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura për t'i shërbyer Perëndis i gjallë. Sot ne nuk do flasim vetëm për këtë jetë. Sot ne nuk do flasim vetëm çfarë po na ndodh dhe si jeta jon duhet i shmanget mëkatit dhe se si duhet jetojmë me Zotin ton, si duhet shikojmë fytyrat e njëri tjetrit dhe të kënaqemi, si do të mund të përjetojmë prezencën e Zotit në këtë kishë të vogël dhe të gëzohemi. Por do të flasim edhe për përjetësinë, sepse gjithçka që Krishti e bëri nuk e bëri për këtë tokë. Nuk e bëri këtu midis nesh. Më tremb fakti që pali pas ka gjetur disa vëllezërit tanë dhe guxoj ta them këtë, të cilët mendonin se Krishti nuk do të sillte jetë të përjetshme, se gjithçka e bukur, e bekuar do ishte këtu midis nesh. Si pali, si Pietri dhe Gjoni që u ndjen mirë atje në prezencën e Zotit, Zot, bëjmë ca çadra, të rim këtu, është mirë këtu. Dhe Krishti ngeli vetëm që të kuptojnë edhe ata dhe të kuptojmë edhe ne, se nuk është këtu ajo e bukura që do jetojmë. Nuk është këtu gjithçka, këtu fillon jeta e përjetshme. Por Perëndia ynë, Zoti ynë i përjetshëm, ai kryeprift që u dërgua nga lart, nga qielli, erdhi që ta hapë rrugën për një tjetër shenjtore, që nuk është bërë me duar njerëzish. E ke shpresën e përjetshme. Ke shpresën se në çfarë do lloj momenti që ti ikësh nga kjo jetë, të pret Zoti atje lart, të përqafoj. Unë do iki, po do ju përgatis vend. Dhe do të vi do t'ju marr, që të jeni dhe ju bashkë me mua. Kjo është shpresa e përjetshme çdo besimtari. Ky Jezus, ky Zot, e bëri të mundshme këtë me gjakun e tij, jo me gjakun e demave dhe të cjepëve, jo me flijime që e pajtonin momentalisht fajtorin me Perëndin, por një herë e mirë. Përjetësisht. Këtë ngacmoi Perëndia në zemrën time. Ndërsa jetoj në botën time, në hallet e mia, në të përditshmën time, si ju edhe unë, luftoj me dobësit, luftoj me gabimet, luftoj me boshllëqet e mia, me dyshimet e mia. Me erdhi Zoti dhe më trokiti dhe tha, kam diçka më të mirë për ty. Kam përjetësinë. Mos ki ankth. Eja tek froni i hirit, atër kur nevoja e shpirtit të rritet, eja tek hiri i Perëndis, të marrësh ndihmë në kohë nevoje. Edhe di si mbaron kjo pjesa që sapo ju them tani. Mbaje fort rrëfimin e besimit për këtë arsye. Atë zjarr që ka lindur në zemrën tënde, mos e braktis. Atë rrëfim të besimit që ke në shpirtin tënd, që thua Krishti është Zoti i shpirtit tim. Qëndro në këtë rrëfim. Për shkak të gjithë këtyre që tham, se Krishti siguroi për ne sot dhe për jetë. Zoti na bekojë gjithëve. Le të lutemi. I paditur, nuk e di nëse ishte edhe nevojshme të dija Zot, të dija cili ishte rendi priftëror. Nuk e di. Por personalisht kështu më ngrohet zemrën time sot, që ka shpresë për mua edhe në dështimet e mia nëse kthehem tek ty. Ka shpresë edhe për mua në dështimet e mia në qoftë se i afrohem fronit e hirit tënd. Në qoftë se Zot diçka e mundon vllajin tim dhe motrën time që kam përpara, triumfo në zemrën e tij me gjakun tënd. Nëse një vlla apo një motër që kam përpara, Zot, djalli ja ka gjetur mënyrën për ta vështirësuar, godet në dobësitë e tij, ka rritur tundimet përreth tij, e mundon me mëkat të qëndrueshëm, të vazhdueshëm,
lutem për çlirim, Zot. Gjaku yt mund ta bëj, Zot i dashur, me frymë të shenjtë të veprosh brenda shpirtit të çdo vllai dhe çdo motre, të çdo njeriu që këtu në mesin ton do t'i shmanget mëkati, do të braktis njeriu e vjetër, në emër të Krishtit, Zot, lutem për çlirim. Ti e bëre të mundur, Zot, sepse ti vdiqe në kryq për ne, ti na ndërmjetësove, ti na afrove, na pajtove me Atin Perëndin një herë për gjithmonë, jo vetëm për këtë botë, jo vetëm këtu, jo vetëm që të shijojmë fytyrën tënde midis njëri tjetrit, por për jetësinë ta kemi, Zot, shpresë dhe jetë, sepse po na pret aty. Ta adhurojmë Perëndi dhe atë në emër të Krishtit, për këtë mundësi që na jep, të hapim fjalën tënde në shqip, të hapim fjalën tënde lirshëm, të bekohemi në prezencën tënde, dhe le të flas fryma, le të kontrolloj, le të inkurajoj, Zot, dhe njeriu të mos ketë mundësi, Zot i dashur, asnjë presje të vendosi nga vetja e tij. Në emër të Krishtit. Amen. Zot na bekoj gjithëve.